Pas 6 ndalesash në vitin 2024, Festivali Arte Explora ka bërë ndalesën e parë për vitin 2025 në Durrës nga data 10 dhe do të qëndroj aty deri në 21 prill. Me hyrje falas, festivali do të zhvillohet në bordin e anijes së parë muze në botë, si dhe në pavionet e ekspozitave në Kalat. Programi i aktiviteteve të festivalit kombinon ekspozita e eksperienca të realitetit virtual, konferenca, shfaqje filmash, instalacione të ndryshme, lexime poezish, koncerte me punëtori dhe ture të përshtatura për të gjithë llojet e publikut. Kuruar nga Arnisa Zeqo, programi live titullohet Nga qytetet dhe gratë, frym, këmban, ujëra. Kontributet e ndryshme artistike theksojnë rrëfimet feministe, mitologjit dhe kujtesën e Mesdheut. Frymëzuar nga një përmbledhje letrash të shkruar nga Etel Adnan, programi i bën një hon mendimeve të saj dhe kompleksitetit kulturor e rrëfimeve të harruara të këtij rajoni. Ania Muze sjell një përvojë përfshirëse audio rreth pasurisë dhe larmisë së Mesdheut, përgatitur nga Qendra për Muzikën, Akustikën dhe kërkimin e qendrës Pompidou në Paris. Brenda anijes një seri me realitete virtuale, mrekullim mesdhetare krijuar me Ubisoft, falë së cilës vizitorët kanë mundësi të udhëtojnë në kohë dhe hapësirë për të zbuluar qytetet e famshme të Mesdheut si Athina, Aleksandria apo Venecia. Ndërkaq, ekspozitat në Kalat sillin një përvojë imersive, nën titullin e tash me një tunel me panele LED, që hedh dritë mbi figurat femërore të qytetërimeve të Mesdheut përmes digitalizimit të një pjese të koleksioneve të Luvrit, është një përvojë ndryshe për publikun shqiptar. Ndërsa pavioni qendror me ekspozitën e artit bashkëkohor, nën kaltërsi, e cila përmes punës së rreth 20 artistëve frymëzohet nga deti Mesdhe, mitet e lidhura me të, krijesat që banojnë në të dhe imagjinares, bashkon me Joan Mirone dhe Anrisalën Edi Hilën. Pavioni i fotografisë me ekspozitën kundër rrym, kushtuar fotografisë dhe imazhit lëvizës, eksploron mikpritjen, mërgimin dhe ekzilin përmes punimeve të rreth 15 artistëve bashkëkohor nga bota arabe.